Popullsia e Shqipërisë rezulton në 2.88 milion banor dhe për herë të parë ka pësuar rritje me 1.000 banor që prej vitit 2001, të dhënat vijnë nga Instituti i Statistikave, i cili thotë se gjatë 2016 kanë lindur rreth 32.000 foshnjë dhe kanë vdekur rreth 21.000 persona. Shtesa natyrore e popullsisë është rreth 11.000 persona, por rritje ka patur edhe migracioni. Krahasuar me vitin 2011, rezulton se ka patur ulje të numrit të lindjeve, dhe kjo vëret nga 2010 deri në 2016, por nga ana tjetër është rritur gjatësia me 65 vjeç. Raporti gjinor në lindje po i afrohet nivelit natyror, duke shënuar vlerën 106.9 meshkuj për 100 femra, nga 109.5 që ishte në 2015. Raporti gjinor i popullsisë gjithsej ka përsuar rënje të lehtë në krahasim me 2015. Aktualisht jemi në 102.5 meshkuj për 100 femra. Mosha meridiane e popullsisë është rritur nga 34 vjeç që ishte në 2015, ka shkuar në 35 vjeç në 2016. Numri i lindjeve vijon të kalojë numrin e vdekjeve, por diferenca mes tyre ngushtohet me kalimin e viteve. Përqindjen më të lartë të rritjes së numrit të popullsisë ka Tirana me 30%. Më pas vjen Fjeri me 11% dhe Durrësi Elbasani me 10%. Ndërsa qarqet me përqindjen më të vogël të popullsisë janë Gjirokastra me 2%, Kuksi me 3%, Dibra dhe Lezhë me nga 4%, Berati 5%, Vlora dhe Shkodra me nga 7%. Vetëm 3 qarqe shënojnë rritje dhe 9 të tjera ulje. Tirana ka edhe moshën meridiane më të ulët 33 vjeç dhe moshën më të madhe ka Gjirokastra me 37 vjeç.